Në Gjirokastër, një pjesë e konsiderueshme e shtëpive karakteristike dhe ambienteve në zonën muzeale, këto 5 apo 6 vitet e fundit, po kthehen nga vendasit në guest house dhe ambiente shërbimi në një prej lagjeve më të vjetra të qytetit, siç është Dunavati. Numri i lartë i turistëve ka bërë që edhe cilësia të rritet, trend i cili nuk mungon edhe në familjen Lani. Brez pas brezi, kjo familje gjirokastrite njihet për kuzhinierët të cilët kanë shërbyer ndër vite në pazarin historik. Elvira, e cila ka ardhur nuse në këtë familje, e ka mësuar historinë nga vjeri i saj, e gjithashtu edhe përgatitjen e pjatave të larmishme. Deri disa vite më parë, ajo mendonte të emigronte, pasi investimi fillimisht në lokal nuk po ecte siç parashikoi. Por teksa kryenin punimet për t'i dhënë pamjen e merituar tavernës, ata u ndeshën për herë të parë me një grup turistësh francez, të cilët kërkuan të drekonin aty. Siç rrëfen Elvira, ka qenë emocion i veçantë pasi ju servirën gatime si në shtëpi dhe ata mbetën të mrekulluar, duke dërguar pak kohë më vonë të tjerë miq të tyre. Vrulli vizitorëve në tavernën Lani sa vinte dhe shtohej duke mbledhur rreth ambientit me 10 vizitorë vendase të huaj. Elvira sot ka krijuar një ambient tepër të veçantë, ku më shumë se sa ajri i pastër, pamja është fantastike, përballë saj qëndron kalaja argjiro e cila ju ofron vizitorëve një kartolinë të veçantë. Sot, pas shumë sfidave, Elvira, krenare për çka ka arritur, tregon për CNA se ndjehet e vlerësuar kur sheh se sa shumë të kënaqur largohen turistët nga ambienti i saj. Që në vitin 1960, familja Lani ka punuar me dyqanet në pazarin e qytetit, i cili shërben në ushqimin tradicional, kryesisht tek bulmeti. Pas disa vjetësh, rreth viteve 69-70, e mbyllën për shkak të taksave të larta që i vendosën pazari, arrit e hoqën si dyqane dhe u blevën këtu në ura, që i theon këta të urat në Dunavat. Në vitin 1998, arritën i kanë bërë markete, mini markete të vogla, me ushqim, me zarzavate, do të thënë të përshtatura për këtë vend. Në tranzicion u dogjën, si të gjitha gjërat që u bën në qytetin e Gjirokastrës, dhe në vitin 2000 ne i kemi restauruar. I kemi restauruar me klub në qytet, në lagje, të cilët ishim shumë të mërzitur sepse lëvizja demografike që ishte bërë në Gjirokastër, sidomos në lagje nuk shikoi fare njerëz. Deri në vitet e fundit pa u filluar, tash siç më iku djali, pasi mbaroi shkollën, nuk u kthye më në Gjirokastër, thamë ne të iknim sepse e pam që këtu ishte gjë pa perspektivë, po falenderojmë Zotin që na mbajti këtu edhe ngritëm këto që ngritëm. Dhe po e pam që në Gjirokastra sa vinte edhe shtohesh popullsia, u lëvizi turizmi, kemi resurse shumë të mira këtu që na sollën në lagje, siç është kalaja që është një arisit më të mira, kemi bypassin që u bë që vinë goxha turist, pak më lart kemi urën e Ali Pashës, që është një monument që vizitojnë shumë turist, dhe shtëpit karakteristike në Dunavat, shtëpia e Çerçizit, kemi pak më tutje kemi shtëpit vjetra, siç është këta të Brajës, që janë shtëpi karakteristike që i vizitojnë, siç janë Salaria që është këtu poshtë, pak më poshtë pazari i qytetit, dhe neve filluam që pak nga pak të rrisnim edhe neve turizmin. Kishim dikur një klub të vogël, e futëm pak natyrën e restorantit, pak më shumë me zgjerua, filluam me ushqimin tradicional të Gjirokastrës, pak, po ne gatuajmë si në duart e gjyshes, dhe turisti ndihet sikur kur vjen turisti thotë që ja ka marrë tek shtëpia e dajës ose tek shtëpia e gjyshes, sepse ushqimi ton këtu është ushqim tradicional. Neve këtu shërbejmë pashaqoften që është një ushqim tradicional i Gjirokastrës, çifçit, byreqet e ndryshme, sarmat, ëmbëlsirat, siç është revania, siç është baklavaja, po kryesisht janë të ushqime tradicionale. Pavarësisht pastaj specat e mbushura, patlıxhanet, këto që bëjnë çdo gjyshe në shtëpi. Grupi i parë që më ka ardhur mua ka qenë një grup francez, i cilit e tërhoqin neve atëherë ishim në prag rekonstruksioni dhe i tham që neve po punojnë ustallar, gjithë na pëlqeu ambienti, dola e prita dhe ulën. Atëherë kishim pak ushqim sepse akoma nuk kishim marrë këmbët. Edhe erdhën rreth 20 veta, i shërbym ato që kishim, duke ja bërë gati në çast. U kënaqëm edhe pas 2 muajve na kanë furë 3 grupe, të njëjtët ata erdhën edhe me 3 grupe të tjera, i pëlqeu mikpritja, patjetër, sepse neve i presim si në shtëpinë tonë turistat, dhe biles unë them që turistat vinë për ushqimin edhe ndalen për ambientin.
sepse neve i presim dhe të gjithë turistët janë mirëpritur si në shtëpinë e tyre këtu. Po kënaqem shumë kur turisti më falenderon. Ka arritur turistët që më kanë puthur edhe duart. Për modesti unë nuk gatuaj vetë sepse unë gatuaj me kuzhinierë dhe nuk them shumë, po mikpritja dhe kur turisti thot faleminderit dhe turisti është i kënaqur, unë mbushem me kënaqësi. Kemi organizuar fund maturat, do me thënë mbrëmjet e maturave, kanë ardhur në gjitha qytetet, pothuajse kanë ardhur nxënës, kanë ardhur gratë e Durrësit, kanë ardhur plot, do me thënë të gjitha janë të pasqyruar në një hedhim në këto rrjete sociale. Ajo se çfarë bën përshtypje këtu është edhe mobilimi. Po. Do ta cilësoja të veçantë, autentik, me disa foto të vjetra që shoh në përmure. Po, këta janë, siç e thash, familja Lani është në Breza, e kemi vënë sepse janë kuzhinier me Breza, janë kuzhinier ditë me babën. Që na katra gjyshi, te stërgjyshi, te gjyshi tek djemt. E kanë në genë kuzhinën, edhe ne kemi pasqyruar. Atje është pasqyruar Xhaxha i Burit, i cili ka qenë shumë kohë kuzhinier në pazar. Aty kanë qenë kushurinë e parë, këtu ka qenë gjyshit e bërë që janë marrë edhe në ansamblet popullore, që tek festivalet folklorike të Gjirokastrës, kurse përsa për mobilimin unë jam të tradicionali, a jam edhe një çik vet autentike, do me thënë e dua një çik tradicionale në qytetin. Taverna Lani është kthyer në ndalesën kryesore të turistëve të huaj që zgjedhin të shijojnë Gjirokastrën e të marrin prej saj të mirat dhe bukuritë që ofron. Elvira si sipërmarrëse e kësaj taverne me kapacitet prej rreth 150 personash ka krijuar mundësi të shumta edhe për punësimin e të rinjve, të cilët shërbejnë në tavernë. Mesazhi i saj për turistët është vetëm një. E janë i vizitoni Gjirokastrën. Zhvillimi i turizmit ka nxitur edhe bizneset të tjera të çelën në lagjen Dunavat, por e veçanta qëndron tek stili i tyre dhe mënyra se si ushqimi ju serviret mysafirëve dhe në tavernën Lani. Këta dy element janë gjithmonë të ndërthurur bashkë duke bërë diferencën.